Zona e Alidemit në Tiranë është ndruar brenda pak vitesh në një blok të dendur ndërtimesh, ku deri tani janë miratuar rreth 50 leje ndërtimi për pallate shumëkatëshe. Fillimisht u realizua projekti Mangalem 21 me 33 pallate, për të pasuar më vonë nga komplekset Kaimi dhe Kadiu, të cilat kanë mbulluar pothuajse të gjithë kodrën përreth, duke e kthyer zonën në një masë të madhe betoni. Projekti i parë u promovua publikisht edhe nga kryeministri, ndërsa më pas ndërtimet u shtuan pa ndalim. Sipas përllogaritjeve, këto pallate përfshin rreth 3000 apartamente, çka përkthehet në afro 10.000 banor, sa popullsia e një qyteti të vogël shqiptar. Ndryshe nga këto qytete, zona e Alidemit nuk ka infrastrukturë të përshtatshme rrugore, arsimore apo shëndetësore. Megjithatë, ndërtuesi Fatmir Bektashi vazhdon aktivitetin normalisht, duke hapur çdo ditë kantiere të reja. Rruga kryesore hyrëse dhe dalse për kompleksin Mangalem është një nga problemet më të rënda. Segmenti i rrugës Pasho Hysa është i ngushtë, i amortizuar dhe pa trotuare apo ndriçim. Në orët e pikut, qarkullimi paralizohet, ndërsa këmbësorët, përfshirë nënat me karroca fëmijësh, detyrohen të ecin në mes të rrugës mes gropave. Edhe pse ekzistojnë alternativa konkrete për zgjerimin ose hapjen e rrugëve të reja, asnjë investim serioz nuk është ndërmarrë. Në vend që të zgjidhen këto probleme jetike, autoritetet vijojnë të japin leje të reja ndërtimi, përfshirë edhe projektin e radhës Nokia, duke shtuar mëtej betonizimin në një zonë tashmë të mbingarkuar dhe pa infrastrukturë bazë.